Zëvendës kryeministri dhe ministri për qeverisje të mirë Arben Fetai, pas disa muajve heshtje dje u bë i gjallë. Ai nëpërmjet një statusin në Facebook njoftoi se ka dorëzuar dorëheqje nga postet e tij. Ndërkaq, një ditë më vonë, këtë çështje ka komentuar numri 1 i qeverisë, Christian Miskovski, i cili tha se në pjesën e dytë të qershorit do të nisë rikonstruksioni i qeverisë. Megjithatë, Miskovski mohoi zërat se Fetai nuk ka shkuar në punë me muaj të tërë. Вице-премиерот Арбен Фетај вчера поднесе оставка од функцијата после месеци недоаѓање на работа во владата. А од кај знаете вие кога се месеци недоаѓање? Па така беше информацијата. Вие го водите неговиот картон? Па добро, и вие претходно кажавте дека исто така не доаѓа Кога на сум работа кажал? и од Влен. Не се сеќавам дека така. Добро, министерот Азир Алиу пред некое време од Влен кажа. кажа дека не го поставите му во тоа прашање, ако не е точна таа информација. Miskovski tha se aktualisht është i koncentruar në ndryshimet brenda partijake në VMRO-DPMN, ndërsa tha se nuk sheh arsye që ta largojë Znamin nga koalicioni qeverisës, marrë parasysh se deputeti Milet Cekov braktisi partinë dhe shumicën parlamentare. Kujtojmë se Arben Fetai ka qenë kuadri i koalicionit të atëhershëm Vlen, që përfaqësonte Aleancën për shqiptarët të mbetur në qeveri, por kur Vlen vendosi të shkrihet në një parti, Fetai nuk u pajtua dhe pastaj vijoi edhe dorëheqja e tij.